Besimtarë të shumë ortodoks dhe qytetarë vlonjat kanë marrë pjesë në ceremoninë e të premtes së madhe të shenjtë në procesionin e epitafit. Ashtu si kundër edhe tradita e përditshme, epitafi është paraprir nga riti i liturgjive në kishën e Shën Theodorit në Vlorë. Rreth orës 19:30 epitafi ka dalë më pas në qytet nga kisha e Shën Theodorit, shoqëruar nga 10 besimtarë dhe qytetarë të Vlorës. Edhe këtë vit ceremonia simbolike është shoqëruar nga banda frymore e qytetit. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të bregdetar, ndërsa atmosfera e përcjellë në qytetin e Vlorës ka qenë me mesazhe të paqes, besimit, shpresës dhe ringjalljes. E premtja e madhe, e quajtur ndryshe e premtja e zezë, është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Krishtit, ndërsa Pashkët janë festa e ringjalljes së tij.